Pas 2 mandatave pauzë, Izet Megjiti rikthehet në koltukun e të parit të Çajirit. Megjiti sot e ka pranuar detyrën sekretari i komunës së Çajirit nga ish-kryetari deri tani Shënvis Arganiu. Po rikthehemi aty ku filloi gjithçka, aty ku mësova çfarë do të thotë të punosh për njerëzit, të dëgjosh hallet e tyre dhe të ndash me ta çdo arritje. Çajiri më ka mbështetur gjithmonë në çdo hap të karrierës sime politike. Në momentet më të rëndësishme, Çajiri ka qenë aty me besim, me përkrahje dhe me forcë. Edhe kësaj here, Çajiri ishte bindshëm krah meje, më dha një fitore të pakontestueshme, që edhe njëherë e dëshmoi fuqinë dhe peshën tonë politike. Këto janë disa fjalë që ai ka shkruar në rrjetin social Facebook, nga ku njoftoi se ka planuar detyrën. Rikthehem sepse Çajiri është pjesë e identitetit tim, është historia ime personale dhe misioni im publik. Në çdo fazë të jetës sime, Çajiri ka qenë forca që më ka mbajtur drejt, që më ka kujtuar pse ja vlen të punosh për njerëzit e tu. Çajiri im, përpara nesh qëndron një kapitull i ri. Kujtojmë se Izet Megjiti në këtë zgjedhje lokale është përballur me kandidatin e Aleancës Kombëtare për Integrim Bojar Osmani dhe Ice Kolevski nga Partia e Punëtorëve, nga ku Megjiti fitoi që në raundën e parë me 15.776 vota, i ndjekur nga Osmani me 12.308 vota dhe Kolevski me 705 vota. Kryetari i Çajirit në 2 mandatat e fundit, gjegjësisht 8 vite, ka qenë bashkëpartiaku i Megjitit Shënvis Arganiu.